Në Big Brother presim që të ketë një limit, të ketë një filter i atyre fjalëve që banorët thonë për njëri tjetrin. Dua të flas për një rast që nuk u përmend në Prime edhe pse ndodhi gjatë Prime-it mbrëm në Big Brother Albania V5. Rogerti, i cili gojen e ka si një kazan beturinash, ju drejtua Gimbos duke përmendur lëngët narkotike, duke përmendur pam-pam pra për armën, duke përmendur që ti je haj se je përdorues i këtyre gjërave. Dhe për mua duhet patjetër një ndëshkim, duhet patjetër që kjo gjë të flitet edhe të merret fund këto aludimet, këto akuzat, këto qaset kaq shumë të ulta denigruese dhe që nuk kanë asnjë thelb për të nxjerrë në pa ty si lojtar. Këtë e kam për rastin konkret. Por Rogertin që ka bërë me Gimbon e ka inat si lojtar të merret brenda lojës, jo të hedhi insinuata si kur ky që nga përdorues i lëndëve narkotike dhe bëri shumë mirë. Gimbo që i tha do të përballesh me padi. Duke qëndruar tek Prime dhe tek dinamikat që ne pam, dua të ndalem tek një pikë shumë interesante. Kutia e Pandorës. Fillimisht nuk isha menduar që do ta merrte Juela, por duke parë edhe kutitë e Pandorëve që janë dhënë ndër vite, vllai i madh zgjedh ata që kanë diçka personale, pra që mendojnë si njeri dhe nuk mendojnë si lojtar. Se nëse do t'ja jepnin dikujt që do të mendonte si lojtar, sigurisht që do të vinte 3 emra bashkë me Rogertin, 4 emra bombastik dhe aty po do t'ishte një super luftë se kush do të dilte. Për vllajt madh nuk intereson që të dalin lojtarët kryesor. Prandaj edhe forma se si Juela fillimisht po e bënte monologun e saj duke treguar forcën, duke treguar që unë dua të shikoj veten ku jam në lojë, pastaj në mbyllje të fjalisë së saj doli në përfundimin që çoi në televotim Gretën, Selin, Gimbon dhe Rogerti që është i përhershëm në këto televotime. Ajo e bëri për të trazuar grupin kundërshtar. Ajo bëri për të trazuar Selin duke menduar që kështu mund t'i shkaktojë asaj dëm, por gjatë orëve të fundit po shikojmë një acarim të Gretës, sigurisht me provokime që po vinë nga të dyja palët. Po shikoja një skenë ku ishin ulur jashtë edhe kishte marrë ujin e Juelës Greta, në atë që unë kuptova se dinamikat janë të shpejta dhe të shumta në atë shtëpi, e më pas i kishte marrë pranë vetes Juela që po tentonte ta merrte, po tregon një lloj gangsterliku të panevojshëm Juela e dashur. Në disa Prime ke marrë opinionet e opinionistëve që ke ndërtuar dhe je përfshirë në një lojë që të tregon ty agresive, gangsta, edhe po ti marrësh opinionet e përgjithshme të publikut, janë në këtë qasje që ke ndryshuar që kur ke bërë krah me Rogertin, ke marrë hijen e tij, ke marrë e keqja Rogerta si cilësos, por nuk dua të kaloj në këto terma, por në ato veprimin që bëri Juela duke nxitur edhe Rogertin i cili e preku në të pas me Gretën e më pas Greta u acarua, ndoshta ato duan që të dalë me zarf të zi. Greta, nuk e dim nëse do arrin qëllimin Juela dhe Rogerti i cili nuk ka fre, ai drejtohet keq Ledionit, i drejtohet keq vllait madh, nuk pyet, flet lirshëm pas një filter. Edhe besoj që duhet ketë një lloj kufizimi drejt që ta haj të ky njeri që ka zgjedhur të jetë i keqi, ka zgjedhur të jetë i lig, ka zgjedhur këtë rrugë dhe nuk ndryshon, nuk bën hapa pas. Okej, bravo që e mban këtë lojën e tij të keqe, por duhet të ketë disa norma dhe limite dhe prerje, se nuk mund t'i thuash tjetrit narkotik, nuk mund ta prekësh tjetrën në të pasme, se pastaj situatat agravohen dhe kujt i mbet faji, sigurisht atit që ndoshta bie pre edhe shikojnë që nxiti këtë, nxiti atë. Për mua, e gjithë kjo situatë që po ndodh tani më ishte për të prishur balancat dhe qetësinë e grupit ku është Selin, Gimbo, Mateo, Brikena, Shëndriti dhe Greta, të cilat janë të lidhur me njëri tjetrin në mënyrë shumë të vibe-it të mirë, të japin energjinë të mirë, kërcejnë me njëri tjetrin, nuk e kanë atë vibe-in e keq, se do ndalen edhe te grupi tjetër që është
i shkatruar me veprimet që bën Miri me një lloj intimidimi, por do të mbetëm sërish te kjo e kutisë së Pandorës, pra nuk tregoj peshën e saj si lojtare e fortë, ndoshta duke mos dashur të rrezikoj Rogertin, se nëse do ta vinte në një televotim të fortë, do të fuste Selin, Mateon edhe Brikenën. Besoj që i rrezikuar padyshim do tjetë Rogerti, e duke qëndruar në atë lojtaren e dytë që është, pra që i mban ison lojrave që bën Rogerti apo Miri, që ka këtë lloj kundërshtie, por edhe që nuk janë të paktë me degradime që bën Selin dhe Greta. Nuk më pëlqen që vajzat arrin në këtë lloj niveli që përdorin fjalë zhurse, pise, që përshtyn njëra tjetrën. Nuk është e hishme, duhet ta kontrollojmë pak veten, dhe pse unë jam partizan që lojtarët duhet ta çlirojnë veten në çdo emision, edhe pse unë jam partizan që lojtarët duhet ta çlirojnë çdo emocion që kanë, duhet i shikojmë në çdo lloj dinamike, por jo të degradohen kaq shumë egër. Kjo lufta e femrave gjithmonë në Big Brother është e shëmtuar, dhe me të drejtë burrat pastaj fërkojnë barkun e kënaqën ku shikojnë që gratë bëjnë sherrjen e madh midis tyre. Por duke mbetur se kush rrezikon në këto televotim, duke mos shkuar tek zjarri fizik që mund të eskaloj, Greta e shikoj të rrezikuar Gretën për shkak se nuk ka një dinamik të saj, dhe pse është ai lezeti i shtëpisë. Uroj shumë që mos të dalë me zarf të zi, dhe të kur të jetë prajmi së shtunës të ketë një bilet kthimi, pasi i duhet shtëpisë. Është një vajzë e bukur, është një vajzë që ka një lloj temperamenti që është shpërthyese me atë dialektin e saj, patriotja ime nga Kavaja, që e përzien me italishten, është e lezetshme, ka fituar atë simpatin e publikut, por ky nominim padyshim që e ka vënë në ujëra dhe e ka zgjuar. Tani më do të shikojmë deri ku do të arrijë provokimet që ka me Rogertin, me Juelën, për edhe me ngacmimet e të tjerëve, por fokusi është Juela dhe Rogerti dhe të tjerët që më pëlqen që e mbrojnë Gretën, nuk e lënë që të agravoj apo të shkojë në prekje fizike, gjë që do të cilëte zarfin e zi dhe eliminimin e saj në një formë jo të hishme, siç mund të kemi parë dhe në raste të tjera. Edhe pse Juela tha që inatin e ka me Gretën kështu, po bie që do të godasi Selin, pra për të parë se çfarë do të zgjedhë Selin për të mbrojtur më shumë Gretën apo Gimbon. Paka shumë një kuti Pandore që e kemi parë ndër vite, një rast i freskët është ai që ka bërë dhe Graciano, ku futi Romeon, ku futi gazetarin, shokun e Romeos, futi edhe Heidin, për të parë se sa do ta lëndoj këtë si personazh, gjë që e ka bërë edhe Juela, duke tentuar që t'i prish balanca dhe qetësinë Selin, por deri më tani Selin e ka treguar që është e qetë, edhe pse ka dalë në mbrojtje të Gretës tek tuk në disa momente të deri më tanishme të ditës së sotme në shtëpi, për agravimin që ka situata me Rogertin dhe me Juelën Greta, por sidoqoftë nuk e shikoj ndonjë fyrje apo prishje apo një lloj plagë lëndimi, se Greta i ka dalë kur ishte me Mirin shpeshherë, apo më saktë i ka dalë totalisht kundër Selin, dhe nuk është se kanë pasur ndonjë lloj aleance, më së shumti aleanca është në numër dhe në vibin e mirë që ato kanë. Por sidoqoftë, duke mbetur edhe duke shkuar te grupi tjetër, nuk më pëlqeu dhe nuk më pëlqen kur qasja e Mirit. E kam thënë që ka hapur një grop të zezë dhe po futet me një lloj intimidimi, me një lloj kërcënimi të fytyrës që ai bën kundrejt atyre që nuk i binden, nuk janë figura, nuk janë kukla, nuk janë pronë e Mirit. As Arditi që mbrëm në prime doli pro Selin, dhe Miri që i thoshte ti kur hyre tek dera më dhe suportin që unë jam me ty edhe duhet ta ndash, je me mua apo nuk je me mua. E ka humbur Torun, po ikin çdo lojtar që është me Mirin ikën. E fundit ishte Livia. Të gjithë ata që kanë qëndruar pranë me Mirin në mënyrë që të çuditshme ikin nga ajo lojë. Kjo tregon që nuk është një lider, edhe pse mbrëm u tentua dhe pati një lloj narrative për të parë se kush është lider. Nuk është lider, se nuk e kanë grupin kompakt, nuk e kanë grupin, le themi, me bazament, dhe janë të dy që duan të kenë rolin e liderit, fjalën e kanë për Mirin dhe Rogertin, pra i ka bashkuar një lloj inati, një lloj toksiteti që kanë ata që janë të rrethuar nga ky grup, edhe tani më edhe me këtë situatën që ka, i ikën një numër, edhe kjo gjë është e keqe për ata, se në ato shtëpi duhen numra,
për situata, për televotime, për nominime, për kuti Pandore, për këto e të tjera. E dëgjova pas Prime-in Mirin që thoshte nuk i përmenda diçka Selin, e cila gjatë ditëve të shkuara i ka thënë kur ka shkuar që ka fjetur gjumë në atë shtratun e ndjerë qeti, sigurt dhe Miri ka dashur ta përdori këtë si situatë, por e la se vetë ndjen veten sikur është Kingu i loj, sikur është Nishi, sikur është baba, ndërkohë që çdo lojë që ai mendon në mendjen e tij nuk i del dhe ka më shumë a negative në ato lojë se sa pozitive, por sidoqoftë vijon ende me lojën dhe kjo gjë e bën që të jetë, le të themi, i gjallë se mendon 24/7 duke kaluar tek ëmbëlsira, tek llokumet me pistakjo që Brikena ja dha vjerrës së saj. E shijuam të gjithë një moment që vjen rrallë në Big Brother, një lloj dashamirësie, një lloj përkujdesje edhe nga Brikena që i puthi dorën duke treguar një lloj respekti të veçantë dhe duke treguar një Brikenë me traditat që nuk i ka humbur edhe pse jeton në Itali me këmbë në tokë, shumë e çiltër, shumë energji e bukur e pasur, shumë dashni ishte midis treshit, pra Mateo, Brikena dhe nëna e Mateos, edhe të dhanë vajbin si kur ka një jetë që janë bashkë, edhe kjo gjë u pëlqye edhe më pas edhe përgjigja që dha Brikena që është në notën 7 në pëlqimin që ka me Mateon që e mbron kur ka përballje. Kjo tregon që ka një interes edhe për ta mbrojtur si njeri, për ta mbrojtur si lojtar, por edhe për të zgjatur, edhe pse kam thënë që Brikena është step pas step, pra është në mënyrë graduale në këtë lloj lidhje që po krijon me Mateon dhe nuk është e nxituar dhe do t'i marrë gjërat avash qetë edhe të jetë një lloj protagoniste në mënyrën e saj me atë finesën, edhe pse jo shumë shpërthyese në këto lojrat edhe jo shumë, le të themi, që të hidhe në krah Mateos, po pëlqet nga audienca dhe të gjithë presin kur do të finalizohet edhe të kemi një çift në Big Brother. Paka shumë, këto ishin mendimet e mia për Prime-in e Big Brotherit. Presim të shikojmë se çfarë dinamika të reja do të ketë në orët në vijim, por më kryesorja mos harroni edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.